Miq, përshëndetje, po bëj këtë video të sqaroja dy terma politik që lidhen me mënyrat të protestës, çfarë rezultate sjellin, me llojet e shprehjes pakënaqësive etj. Është një analizë, duhet të ishte një analizë në fakt, po për mua bëhet gjithnjë e më e vështirë që të bëj analiza të pa ngjyrime emocionale, duke qenë se jam vetë gjithnjë dhe më e përfshirë emocionalisht në këtë situatë që nuk është më thjesht një protest, në këtë shndërrim të madh që po ndodh. Tash për mua bëhet shumë e vështirë. Unë si njeri në jetën time personale i jap zgjidhje gjërave shkurt, që kur kam vënë këmbën në atë protest, i kam dhënë zgjidhje shumë shkurt gjërave, kam dalë te kryeministria, ju thash, doni Ramën, hapim derën. E thash, i pati si për e thash, jo është kështu, jo është kështu, jo është kështu. Po më vonë do merrem edhe me klasifikimet e llojet liderave. Po do i bish shkurt se nuk kam në dalë t'ju jap juve leksion fare. Dua thjesht të qartësojmë ja dy gjëra që mos të vazhdojmë më marshime dhe xhiro të kot pa një rezultat të saktuar. I vazhdojmë, po doni, bëjmë zbore, i kthejmë në mënyrë jetese, po nuk është ai qëllimi. O, ku ka si ty, është Shqipëria, e më morën vesh, po jemi shumë patriot, shumë krenar, po mund ta kthejmë krenarinë në praktik. Mund ta kthejmë krenarinë në praktik, në zgjidhje konkrete. Se po mbajmë një tuf kalamash aty, jo për nga mosha, për nga mënyra e të zgjidhurit të problemeve, që mbajmë mikrofonin, e ka nis vetëm me 2-3 aktivizma, tani është bashkuar gjithë populli dhe vazhdojmë dëgjojmë ata që flasin budalliqe aty. Unë shkoj të ndihmoj, më thon mua na prish protestën. Po vi të ndihmoj me gocë. O çun. Ka marrë t'ju ndihmoj juve unë. Edhe të gjithë njerëzit, jemi për një qëllim aty. Unë kam dosjen e pastër për vete. E kam dosjen shumë pastër. S'kam asnjë përfshirje këtë sistem fare. Vi nga familje për ndjekur, jam shumë në rregull, dhe me veten time dhe me të tjerët. Kush ka probleme me dosje do i dalim më vonë. Po nuk është artikuluar në asnjë moment aty hapja e dosjeve. Në asnjë moment as aty, as nga politikanët, as nga parlamenti, pas ka i mikrofon aty. Të artikulohet të hapja dosjeve, flasim bashkë, po unë s'ka problem se unë jam non grata te mikrofonat xhin. Po në protest jo, në protest do luftoj deri në fund. Deri në fund për revolucionin. Tani të vazhdojmë të sqarojmë 2-3 terma. Se dëgjova edhe propozim tjetër budallalli komplet dje. Kuvendi i aktivistave. Kush e propozon? Ka ndonjë formim politik personi që propozon? Dikush aty u tha. Kuvendi aty dhe çfarë? So what? Ja bëm kuvend, s'do vi njerëz, s'kam ndërmend po. Ja, dhe so what, peshku në det, gane në zjarë, do mirë në postë të këshu imaginare, qëfar? Si do ishte Ramën? Si do ishte në Berishën? Ua ka marrë kauzën. Është tallur në parlament, gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike sot. S'ka gjë që futen protest, s'ka gjë mbajnë, po varet për çfarë qëllimi po bëhet protesta. Nëse doni thjesht të heqim Ramën, mirë, le të vi, po doja. Po me këtë kryetar më vjen keq, dhe me këtë mekanizëm më vjen keq, nuk e ishte dot Ramën, sepse me parimin që kemi një kundërshtar të përbashkët, zdryp, në fush betejë edhe PD-ja, edhe rezultati është ky sot, tallje tjetër. Tall njëri, tall tjetri, tall njëri, tall tjetri, pse më për çfarë i kemi lënë në kalamajt edhe familjen e 12 ditë protest? Për tallje? Apo për ku ka si ty o Shqipëria ime kot? Kuvende pa rënë sistemi, pa u rrëdzu Rama kot dhe zgjidhje kot nuk ka. Duhet bjerë një sistem që të ngrihet një sistem i ri. Është disiplinë, shkencat politike, prandaj bëj her pas here këto video ku hedh tezat e mia personale. Edhe ndaj ndoshta 2-3 terma. Është disiplinë më vete e shkencave politike. Nuk janë shkenca vetëm biologjia, fizika, kimia, se keni ndritë, dhe më shkencat e eksakte kemi ndritë si popull, mbas 90-s shkencëtar gjithë. Me që ka kod disiplina e shkencave politike. Tani,
po thoja, për këtë do i bëja videon dhe do i bëj shkurt. Ka disa lloje, forma shprehjesh, pa kënaqësi apo protesta. Mitingu. Mblidhen një grup njerëzish, zakonisht grupi përbashkët interesi, një mikrofon, si këta që po bëjnë, siç e nisën në fillim të shesh. U shkova ti mbështes. Po pastaj vazhdova me marshime dhe metoda të tjera që tashmë jemi bërë shumë rrugëve të Tiranës, një masë shumë e madhe. Mitingu, një grup njerëzish me një mikrofon dhe mbajnë fjalime. Ishin ato mikrofona urgjent. Se s'po artikulojnë gjëra për të qenë. U si vion, do të thënë pastaj na prish protestën. Edhe mbaj mikrofonat dhe tu mikrofonat vetë dhe flasin budallishe. Ky është miting, me qira fjala, miting quhet. Si mitingjet e PD-s. Çfarë dallimi ka? Si mitingjet e PD-s. Vazhdojmë, në mënyrë tjetër, demonstrat, si 21 janari, një grup njerëz revolt, të armatosur, të dhushme, kundër një institucioni, kundër një vendimi politik, kundër një lider, kundër një diçkaje, kundër një marrëveshje, ngrihen. Pati dhe humbje jetës, se nuk i dihet kur si përfundon demonstrata. Iku dhe kjo më në revolta. Revolucioni! Revolucioni është gjithë përfshirës, pra, ne themi, unë e para, unë jam nga natyra revolucionare, kam qenë gjithë jetën time. Ne themi revolucion, revolucion. Pse themi revolucion? Të përmbyset e gjithë klasa politike, po i gjithë sistemi, pra, kur themi revolucion, i gjithë sistemi i qeverisjes, jo vetëm i klasë politike, me kushtetut, me sistem qeverisjes, me sistem gjyqësor, me parlament, me të gjitha. Ky është revolucion. Ka të gjithë rrugëve nuk do bëjmë. Ose mos artikuloni më revolucion ka. Revolucion dhe kështu ka. Ku ka si ty Shqipëria ime të qeshur të gëzuar nuk ka. Sepse nuk ka ideologji. Edhe Gandhi, që mbajt që bëri revolucion paqësor, edhe ai dhe ata atëherë kur u ngritën bën akte mosbindjeje civile. Gjithmonë duhet bësh diçka. Jo, o po këtu, këtu, policia këtu, ky këtu. Tha një mikrofon e xhim u mbrëm. Marshim, Silvia. Vajza tha, ke dalë është vize, tha edhe këtu. Thash këtë këtu. I kanë deti, çuni thash. Ku të vajza ti? E kam bërë tërë tjetër aty protest. Kam bërë të gjëra më të rënda. Vajza njëri, zotri tjetri, jo, kështu, mos bëni shrum ka fëmijë. Pa ti nuk është kopësht me drek, ju lutem shumë. Ose të ndajmë gjërat. Orari mikrofona i xhinve, kopësht me drek, më falni. Dhe vazhdojmë protestën e vërtet. Ose të ndajmë akoma më shumë gjërat, ta ndajmë shapin nga sheqeri. Kush ka qef të shkoj të PD-ja, të shkoj. Kush ka qef të kuvendi aktivistëve të shkoj. Kush ka qef ka një pretendim do dalë në teori do bëhet ministër qeveri teknike, ta bëj. Bëni 7 qeveri teknike imagjinare pa baza në tokë. Sepse Rama nuk do japi dorëheqjen. Pse ka qenë përplasja ime me një grup? Sepse s'dalin me emra nuk e di. Se në fillim thonin një organizator, ta lutem shumë, dilni, mbajeni përgjegjësinë. Qa teza shkini? Pse ka qenë përplasja ime parë? Ke 24 orë, thanë Edi Rama të japësh dorëheqjen. Kush? Po jep gjithë dorëheqjen. Ka kap gjithë mekanizmat të pushtetit. Ai thot më keni votuar, e ka vjedhur, s'ka vjedhur, i ka bler. E të tjerë duhet vërtetuar gjëja. Po me mëshirë nga të huaj që do e heqin ata dhe ne do vim në pushtet, nuk ka. Pushteti merret me dhunë të dashurit të mi. Pushteti merret me forcë, pushteti merret dhe me gjak. Pushtet kot nuk merret, ose merret me ndonjë teori politike, po nuk funksionon me këta. Janë mjeshtra të pushtetit sepse nuk kanë 35 vjet, kanë 85 vjet në pushtet, pra një shekull, që mund të themi pa dorashka. Shumicën e krijimit të shtetit shqiptar e kanë konsoliduar këta. Më saktë Partia Komuniste, Socialiste, Demokratiko dhe këlyshët e saj, pjellat e saj të vogla. Doni s'doni ju. Ka dalë një gjeni thot një teori politike, ju s'puna lili me fal. Ka dalë një gjeni thot një teori politike dhe ta aplikojmë në terren. Jo. Ka thënë Marksi kështu, thonë sa, ka thënë kështu, ka thënë kështu. I ka thënë Marksi, po ti kush je të thush? Po shumë në shkollë, të jep leksion në shkollë, më na dirim aty në terren është tjetër gjë. Terreni është tjetër gjë.
Terren flasim për bukën e gojës aty. Do dalim aksione konkrete, me hapa konkrete. Terreni mund të prodhoj dhe torë të reja. Unë nuk rikota aty në terren. Nuk rri se do studioj terrene, se protestoj për vete, për familjen time unë. Po në qoftë se do flasim për revolucion, për sistem 3, do i marrim parasysh gjithë faktorët. Tjetër mënyrë revolta. Po thoja edhe njerë, Rama bën pjesë të liderat që janë autoritarë, sigurisht është autoritar, ka sa vite u bën, shumë vite pushtet. Mund ta ishni juve me revolucion të qetë. E para duhet jetë revolucion gjithëpërfshirës, që quhet revolucion duhet i gjithëpërfshirës. Kam bërtire disa herë, është mrekulli çfarë po ndodh, po duhet japi se s'bën rezultat. Tjetër mënyrë revolte është përplasja civile. Pra, supozojmë, hapen dosjet. Themi ne poshtë patronazhistët, po jo të themi kote dhe ti e patronazhistive, jo me dosje. Mos dëgjoj nga spionit dhe më spion, se spionit s'ka spion. Hapen dosjet. Edhe të baballar vetë. Pse s'artikulohet? Kam 3 vjet të kam nisë të kaos. Çfarë ndodh po të hapen dosjet? Do të përplasje civile, po normal, po të marrësh vesh gjithë që kanë bërë këta, si mund së ndodhë, si do të vi. Do i pranosh më shoqëri. Unë si dua as me i dhet, as me i planet, jo më me shtet. As me shtet, as me një lagje, as me një qytet, si dua. Si? Do shmangin këtë gjë dhe do bëjmë transformim të qetë të shoqërisë, si? Mirë, si do e bëni? Me po këta, me po spionët, me po këtë sistem. Do bëni arnime të kushtetutës. Dërguam ne një grup aktivistësh, të cilët disa për tyre njoh, propozim për sistemin zgjedhor. Po e kam dërguar unë personalisht, kam bler 20.000 firma para 7 vitesh. So what? Ja ndryshuan. So what? Çfarë? Ja ndryshuan. Qa hapën 1/3 të listave prapë mbeti siç ishte. Ku tha fjala e fundit? Në rezidencën e ambasadës amerikane, mos e harroni, kur ambasadori ishte Eurikim, po pak rrezika kjo. Aty u tha fjala e fundit. Ju mund të dërgoni jo 100 drafta. Mbani mend ku thuhet fjala e fundit. Jo se kështu duhet jetë, po kështu është në vendin tonë. Tjetër çfarë propozoni, nuk e thoni. Secili është me nga një mendje, asnjëri nuk pranon, secili ka planin e tij. Ka atë, kur i kundërshton, kur i thua teorinë, jo nuk është ashtu, po për çfarë thonë njerëzit, kota jeni të zgjut vetë jo? Kështu do bëni pushtetin në kota? Si, jo më pushtetin meritarët. Do burra pushtetit meret. Ka dhe një mënyrë tjetër? Është grushti i shtetit. Them unë supozoj unë, dikush është njëri tjetër, për shembull. Merr ushtrin. Thotë, merr ushtrin vendit, hajde, hapë çik dorë në kryeministrisë atë. Nxirë atë që është atje. Nxirë tani, nxirë. Do e marrën pushtetin. Është palishme. Po edhe kjo mënyrë të palishme për qëndron pushtet. Këto janë disa metodat jo thjesht revoltës, po se si mund të ndrohet sistemi i kapur apo sistemi autoritar. Thjesht për të përsëritur, për të sjellë përsëri në vëmendjen tuaj, jam i sigurt që i dini, gjithë janë ditur këto. Unë kot më lart e poshtë nuk vi. Vendos kush do shkojë të PD-ja, kush do bëj kuvende, ne të tjerë të vazhdojmë revolucionin. Unë kam shumë vërtet këtë që kam nis, po revolucionin ama. Ka nevojë për, si thonë fjalë të ja, eskalon debat, eskaloj situata, ka nevojë të eskaloj. Të përshkallëzoj, pra, ka nevojë të përshkallëzoj situata. E bëni dot, po, se bëni dot, lëreni fare. Po që do e bëjmë sepse është mbarsur mali, po nuk duhet të pjellim mi.
Ditën e shtunë datën 13 vinë dy chartera nga Anglia, diku të 1000 veta. Numri jonë dështohet, sa vjen e dështohet më shumë. Në fund të kësaj jave duhet marrë zgjidhje muhabeti, duhet marrë drejtim si do shkoj, muhabeti i protestës, pra. Kjo është izaime, po shani bëni çfarë doni, po unë sri muhabet e koti. S'kam dalë për të tallë, kam thënë 100 herë aty. S'kam dalë as për të martuar aty, as për të feju, as për 8 valla, as për të bë. Valla duhet mbas sistemi. Më marr valla së pare. Ditën e shtunë, o e bëjmë, ose bëjmë. Jo kuvende imagjinare dhe teori imagjinare. Jo, atë që doni të bëjmë. Doni ta marrim seriozisht? Po. Kush është me mua? Unë jam këtu gjithmonë. Kaq kisha. Për të bërë pak me humor tani një përmbledhje panoramës, më del përpara një shkrim, një zotëre brez tjetër, më del përpara, nuk e di se korit të se, por nuk do të marrë autorësinë, por nuk më kujtohet emrin, nëse shikon videon mund ta shkruaj vetë që ka bërë ai, është ai autori i shkrimit, po ishte shumë i ndjerë dhe shumë origjinal. Dhe sa për të bërë një panoramë të drejtanishme të situatës. Shoh televizor, tha, protestën. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, tha. Kaloj javë, thash po dalë, tha njerë, më kujtu shoku e verë, tha që thoshte gjumë e popullin, tha. Të dilni aty të dëgjoni hallet e popullit, tha. Edhe dalun, tha. Shkoj dëgjoj, shumë bukur, tha, të rinj, të bukur, të sjellshëm, me gra, me fëmijë, me karroca këte, a më bë zemra mal, tha, Shqipëria jonë. Tagoj një filan, tha, aty, tha. Më thotë, po ti çdo këtu, i thash, kam edhe unë arsye të mia të protestoj, pse mos të dalë në fund të fundit. E duke ndetur, tha, dëgjoj ato fjalimet atje. U filloiërsua, tha, i thash ti mikut vjetër që gjeta aty. Ora, po vjen të ulemi të pim një kafe. Ullëm, tha, të kafja, duke bërë muhabet, tha. Sa ullëm, ne, tha, fillojnë kalojnë të rinjtë aty. Kështu filluar marshimin dhe na e bënin e çolin nga kafja, që na erdhi zor, tha, u çuam. U çuam nga kafja, tha. Edhe u bashkuam prapë, tha. Kjo është panorama e drejtanishme. Nuk është keq, është shumë e lezetshme, shumë e bukur, është bërë gjithë përfshirëse, po bëhet gjithë përfshirëse, po. Duhet të marrë një drejtim. Unë e Vanthi Pango ju përshëndes shumë, ju dua shumë dhe forca. Revolucion. Pa revolucion s'ka. Armime s'ka më. Janë kot. Thashu unë s'merrem fare, s'mintereson fare të merrem me politikë. O merrem me revolucion. Për mua është jetësor tani. Ndryshe s'minteresojnë fare këta njerëz as që ekzistojnë, as që fare. Mua, një jetën time. Po më bëj dhe unë si ju, përpjekjen time të fundit, në këtë vend, që bëj dhe një përpjekje të fundit që t'jetoj këtu. Ju përshëndes.